Si e ke parë ti, domethënë jo nga ana morale se Xhaxhi diskutuar gjithë e dënojnë dhunën patjetër, por nga ana e një njeriu që prodhon dhe bën showbiz, bën televizion, si e ke parë këtë gjë? Domethënë statistika të frikshme, audiencë patjetër, domethënë tiktokera, vlogera, ndërkombëtarë që kanë folur për këtë gjë, Mediaseti e kishte postuar në Twitter. Si e ke parë ti këtë? Më përshkruaj pak. Shiko, ndryshimi domethënë, ajo ishte një shpullë në fund të fundit dhe nuk ishte një grusht. Dhe ne si shqiptar kemi parë shumë shpulla në filmat artistik shqiptar të kohës së komunizmit. Në parlament po se ka edhe shpartallime edhe më të fuqishme dhe më agresive. Dhe në këtë aspekt, duke u bërë me kast, mënyra se si ai e bëri, nuk po e mbroj, po them, kishte një lloj arti brenda asaj shpullës që ai bëri dhe ndoshta u duk si një lloj heroi, se pati njerëz që edhe e mbështetën dhe e pëlqyen.